Mëngjes, të gjithë, lavdi Zotit që jemi bashkë. Në fakt, fundjavën që kaloi ne kishim Pashkën, edhe sa bekim. Vërtet të rinjt që shërbyen dan ftesa për të dielën, kemi grupin e fëmijëve, që ishte një bekim shërbesa e tyre. Ishin studentët gjithashtu që patën takimin e tyre, grupi 25+. Lavdi Zotit, kulmoi edhe me të dielën. Dikush që numëroi tha ishin 9 apo 10 veta që të paktën ngritën dorën, që i besuan Krishtit, Zoti e di, patjetër zemrat e tyre, po që është gëzim. Shumë mirënjohës Perëndis. Lavdi Zotit për grupin që shkoi në Turqi këtë fillim jave, në fakt ata shkuan të martën, ndonjën të mërkurën dhe u kthyen herët këtu në Tiranë të njëjtën. Kështu që ishte bekim. Donaldi, Ylka, Marceli, Keta, ishte shumë inkurajim. Domethënë nga komunikimet dhe me Ariolin, andej ka qenë një kohë e mirë që kanë ndarë Bibla. I thash po e ndjet tërmetin ju? Jo, tha, ne ishim në lëvizje, tha Arioli. Shiko, as tërmeti, i thash, nuk ju tundi, pak me shaka me Ariolin, po vërtet ka qenë një kohë e bekuar që kanë ndarë Bibla, Injilin, kështu e quanin, domethënë turqisht besoj, edhe arabisht si i thonë, por ishte kohë e mirë, ishin inkurajuar shumë edhe shumë kishin marrë pjesë gjithashtu, sepse bëjnë njerë në vit, 2 apo 3 ditë pas Pashkës, edhe lavdi Zotit, thjesht lutemi që t'jap fryt, fjala e Perëndis, njerëzit që kanë qenë të ndaluar për kohë gjatë për të marrë një Bibël, kanë mundësi edhe ndoshta janë kurioz për të ditur pak se çfarë është fjala e Zotit në të vërtetë edhe t'i besojnë Krishtit. Gjoni kapitulli 21 sot, le ta hapim Biblën aty, në rast se e keni, atëherë do të shohim sot një ndër pasazhet më të fortë në fjalën e Perëndis. Edhe mesazhi sot është titullohet Pas Pashkës. Në javën që kaloi kishim Pashkën, edhe çfarë është Pashka, apo jo? Ne dim shumë mirë se çfarë është Pashka. Qengji i Perëndis erdhi edhe shleu mëkatet tona përmes gjakut të tij. Edhe ky është një bekim që ne e dim, por kulmoi me ringjalljen e Krishtit. Apo jo, ai vdiq, u varos, edhe u ringjall, edhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne kemi mundësi tani që të ecim në fuqinë e ringjalljes. Është një bekim që ta dim sa e rëndësishme është që ne të ecim në fuqinë e ringjalljes. Por le të lexojmë këto 2 vargje nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli 20. Dhe Jezusi i bëri edhe shumë shenja të tjera para dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, biri i Perëndis, dhe që duke besuar të keni jetë në emër të tij. Edhe ky është kapitulli 20 i Ungjillit të Gjonit, edhe kjo mund të shërbejë si një mbyllje shumë mirë, apo jo? Këto gjëra që pam, tha Gjoni, nëse kemi lexuar Ungjillin e tij, jam i bindur që po. Atëherë shërbejnë që ju të besoni që Jezusi është biri i Perëndis. Mirë po, keni parë ju që Gjoni shkruan edhe një kapitull tjetër. Tani, në kapitullin 20, Jezusi u ringjall, do të thoshim mbyllë këtu Gjon mjaft. Por në kapitullin 21, ai shkruan diçka tjetër, i cili, domethënë mesazhi i cilit shërben si një lloj epilogu për këtë ungjill. Edhe më njëherë pas ringjalljes Krishtit, pas Pashkës. Atëherë thjesht duke menduar pak edhe në këtë periudhë të vitit që jemi ne. Ore, po çfarë bëri Jezusi me dishepujt pas Pashkës? Çfarë mund të mësojmë ne sot në lidhje me Pashkën? Çfarë mund të bëjmë ne? Edhe zbatimi praktik është pikërisht këtu në këtë pasazh. Jezusi u bën dishepujve të tij një provim para se ai të largohet. Ky është provimi i Jezusit për dishepujt. Tani thjesht për të treguar pak kontekstin, më njëherë pas ringjalljes Krishtit ju e dini që ai u shfaq një grup i grash dhe pastaj dishepujve të tij, Thomai nuk ishte me ta, pastaj Jezusi u shfaq dishepujve, Thomai ende nuk i besoi derisa e provoi me gishtin e tij se çfarë do të thotë që Jezusi i ishte kryqëzuar, edhe në lidhje me plagët e tij adhuroi Krishtin, i tha Zoti im dhe Perëndia im. Ju e dini që Jezusi u shfaq dishepujve në rrugën për në Emaus. Pastaj Pietri me dishepujt shkuan të peshkonin, në gjysmën e parë të kapitullit 21 këtu te Ungjilli i Gjonit. Edhe ata nuk zonë gjë gjatë gjithë natës, erdhi mëngjesi, edhe
dikush ishte në breg të detit të Tiberiadës ose detit Galiles, është i njëjti det, liqen, është një liqen në fakt, po quhet deti i Tiberiadës ose i Galiles. Edhe Jezusi u thot atyre që hajdeni të ham. Edhe ata i thonë nuk kemi zënë gjë. Edhe Jezusi thot hidheni rrjetën në krahun e djathtë të barkës. Edhe ata hodhën rrjetën edhe zun një numër të madh peshqish. Ai sa nuk mund ta tërishin dot rrjetën, kështu na thot fjala e Perëndis. Edhe Jezusi tashmë kishte bërë gati mëngjesin për ta dhe u tha që të vinin të hanin me të. Edhe ata hëngrën bashkë me Jezusin duke pasur bashkësi me të. Mirë, po sot ne do të fillojmë në vargun 15 të kapitullit 21. Por mbasi hëngrën mëngjesin, ja pra këtu është. Jezusi i tha Simon Pjetrit: Simon Jonas, a më do ti mua më shumë se këta? Mbajeni mend këtë. Ju përgjigj: Po Zot, ti e di se unë të dua. I tha përsëri: Kulloti, qengjat e mi. Tani, në pjesën e parë të kapitullit 21, unë ju thash, në pjesën e parë të kapitullit 21, Jezusi ushqen dishepujt, pra u jep atyre për të ngrënë. Ndërsa në pjesën e dytë të kapitullit 21, ai u thot atyre: shkoni dhe ushqeni delet e tij. Shumë interesante kjo gjë. Edhe këtu është një kontrast ku Jezusi s'pari ushqen ata dhe tani u thot atyre që të ushqejnë delet. Edhe duke folur me Pjetrin. Dhe ky është provimi i fundit për dishepujt. Të gjithë ne i kemi parasysh provimet apo jo? Ju që jeni student, në fakt periudha e majit, e qershorit është periudhë provimesh. Provimet nuk janë aq të këndshme, është kështu. Një pjesë për ju keni kohë që jeni shkputur nga provimet, por e dini se çfarë do të thotë të bësh një provim. Edhe nuk merret lehtë në përgjithësi. Kështu që le të marrim në konsiderat provimin e fundit të dishepujve. Dhe Gjoni jep një zbatim praktik. Ju kujtohet se si filloi Jezusi me dishepujt, u tha atyre si u tha: Më ndiqni. Më ndiqni dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Sot testi i tyre është në lidhje me dashurinë. Tani le ta lexojmë pasazhin dhe të shohim se çfarë mund të mësojmë së bashku. Por mbasi hëngrën mëngjesin, Jezusi i tha Simon Pjetrit: Simoni Jonas, a më do ti mua më shumë se këta? Bajni mend këtë. Ju përgjigj: Po Zot, ti e di se unë të dua. I tha përsëri: Kulloti qengjat e mi. Përsëri i tha për të dytën herë: Simoni Jonas, a më do ti mua? Ju përgjigj: Po Zot, ti e di se unë të dua. Ai i tha: Ruaj delet e mia. E pyeti për të tretën herë: Simoni Jonas, a më do ti mua? Pjetri u trishtua tani. Se Jezusi e pyeti për të tretën herë: A më do ti mua? Dhe i tha: Zot, ti di të gjitha gjërat. Ti e di se unë të dua. Jezusi i tha: Kulloti delet e mia. Në të vërtet të them, i thot Jezusi Pjetrit, kur ti ishe më i ri, ngjishje veten tënde dhe ecje ku të doje, por kur ti jesh plak, do t'i shtrish duart dhe dikush tjetër do të ngjesh dhe do të çojë atje ku ti nuk do të doje. Jezusi i tregon Pjetrit me çfarë lloj vdekje ai do të përluftonte Krishtin, edhe kështu ndodhi me Pjetrin nga ana historike. Por këto i tha, duke treguar me ç'vdekje do ta përluftonte Perëndin, dhe si i tha këto, i tha: Ndiqmë. Shikoni me vëmendje tani. Dhe Pjetri u kthye, dhe pas e po e ndiqte dishepullit të cilin Jezusi e donte, ai që gjatë darkës ishte mbështetur mbi kraharorin e Jezusit dhe kishte thënë: Zot, kush është ai që po të tradhton? Kush është ky dishepulli? Gjoni. Kur Pjetri e pa, i tha Jezusit: Zot, dhe me të çdo të bëhet për Gjonin, dishepullin Gjon. Jo për Gjon pak zorin, do është Gjoni dishepulli. Jezusi i tha: Nëse duaj që ai të rri derisa të vijë, ç'të duhet? Ti ndiqmë. Atëherë doli fjala midis vëllezërve se ai dishepull, pra Gjoni, nuk do të vdiste, por Jezusi nuk i tha se ai nuk do të vdiste, por nëse duaj që ai të rri derisa të vijë, ç'të duhet? Tani Pjetri i thot Jezusit, i thot: Mirë, unë e kuptoj se si do të përlëvdoj ty me jetën time deri në vdekje, po me të ç'do të bëhet? Edhe Jezusi si i thot aty, ne e lexuam: Me të ç'do të bëhet? Jezusi i tha: Nëse duaj që ai të rri derisa të vijë, ç'të duhet? Ti ndiqmë. Do thënë, Pjetri, di si është puna, nuk është puna jote. Nëse duaj që ai të rri derisa unë të vij, nuk është puna jote, është puna ime. Kjo është puna ime. Ti ndiqmë. Këto janë fjalët e Jezusit. Edhe në fakt,
u hap fjala për Gjonin, sikur ai nuk do të vdiste për shkak se Jezusi kishte thënë që derisa të kthehem unë, ai do të rri. Mirë po Jezusi nuk ishte thënë që ai nuk do të vdiste, apo jo, ne e lexuam se cili është kuptimi i kësaj. Atëherë, kjo është e vërtet, nga ana historike po them, se çfarë ndodhi me Gjonin. Ju e dini që, po ta them në terminologjinë e sotshme, ai hipi në makinën e kohës dhe u zhvendos në kohë rreth 2000 vite më pas. Dhe pa ardhjen e Krishtit. Nga e dim këtë gjë. Ai shkroi librin e zbulesës. Interesante, u rrëmbeva, thot, isha në frym, thot, ditën e Zotit, te libri i zbulesës kapitulli i parë. Isha në frym ditën e Zotit, edhe për Gjonin ngjarjet që ishin nga zbulesa kapitulli 4 deri në kapitullin 19 ishin ngjarje që zhvillohen në kohën e tashme. Edhe ajo çka zhvillohet e libri i zbulesës nga kapitulli i parë deri në kapitullin 4, po them, domethënë 1 deri në 3, le ta them kështu, deri në fundin e kapitullit 3, janë e shkuara për Gjonin. Flet për historinë e kishës. Edhe ngjarjet nga zbulesa 20 deri në tek zbulesa 22 janë ngjarje që që do flisnin për të ardhmen për Gjonin. Shumë interesante. Edhe Gjoni e pa ardhjen e Krishtit, ai e pa Jezusin. Prandaj Jezusi tha, nëse ai do të rri derisa të vi unë, tha, kjo nuk është puna jote, është puna ime. Shikoni se sa e bukur është fjala e Zotit. Por shikoni tek Gjoni kapitulli 21, ai e bën të qartë apostulli Gjon, duke folur në veten e tretë për veten, sepse në atë kohë ishte pjesë e kulturës, mungesë respektit, flisje në veten e parë, ndërsa sot është e kundërta. Njerëzit që flasin në veten e tretë janë ata që mburren më shumë për vete. Keni vënë re këtë gjë? Ai është aty dhe thot Landi, për shembull, mendon kështu, po jo, unë mendoj kështu, edhe thuaje sepse konsiderohet në pjesën e kulturës kur jemi ne krenari, ndërsa në atë kohë ishte pak më ndryshe. Edhe thot ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që ka shkruar këto gjëra. Dhe ne dim se dëshmia e tij është e vërtetë. Janë edhe shumë gjëra të tjera që bëri Jezusi, të cilat po të shkruheshin një nga një, mendoj se vetë bota nuk do t'i nxinte librat që ishin për të shkruar. Edhe Gjoni thot amen aty në fund. Po kjo do të thot, edhe unë besoj që është shumë e qartë që Gjoni tha, këto gjëra që unë ju kam shkruar, janë të vërteta, unë kam qenë dëshmitar okular i këtyre gjërave. Nuk janë prallat të sajuara me mjeshtëri, ashtu siç e thot dhe Pjetrit, e letrës 2 të Pjetrit, po unë kam qenë dëshmitar edhe ka shumë për të folur për dashurinë e Zotit. Ka shumë për të folur për Jezu Krishtin, edhe ja cili është provimi i fundit për dishepujt. A e donin ata Jezusin? Pyetja për gjithë ne sot është, a e duam ne Jezusin? Dikush mund të thotë, po unë e dua Jezusin, unë them prit mos u shpejto. Mund ta themi me fjalë, po pyetja është, a e duam vërtet Jezusin? Është më e thellë se sa kaq përgjigja, kështu që thash, prandaj mos u nxito. Mund të thuash, po unë e dua Jezusin, se unë vjen kish. Lavdi Zotit që vjen kish. Pyetja është, a e do ti Jezusin? A e duam ne Jezusin? Edhe për këtë do të flasim sot. Kjo ishte prova e vërtet për dishepujt me njëherë pas ringjalljes Krishtit. Edhe çfarë do të thotë kjo? Së pari le të kuptojmë që kjo dashuri do të provohet se sa e vërtetë është. Zoti provon dashurinë e tij, vërtetësia e dashurisë. Nëse dashuria që ne themi që kemi ndaj Jezusit është e vërtetë apo jo. Tani unë përmenda pak provimet apo jo. Studentët keni qenë në kohë të tillë, ka për ju që jeni sot ende student apo në shkollë, në mënyrë që të provonin vërtetësinë e gjërave që kanë mësuar, të provojnë vërtetësinë e gjërave që kanë mësuar, duhet të bëjnë provim. Prandaj është provimi. Që pastaj të kalojnë provimin dhe t'i futen jetës duke filluar një punë apo çfarë do që të jetë. Por ekziston provimi. Ai i vërtet në gjërat që ke mësuar, ai ke mësuar me të vërtetë ato që i ke mësuar. Prandaj është provimi. Dhe kjo është pyetja për gjithë ne sot, a e duam me të vërtetë Jezusin? E dini çfarë i tha Pali Timoteut? Shikoni me vëmendje, thotë te letra e parë Timoteut kapitulli i parë dhe vargu 5. Por qëllimi përfundimtar i kësaj porosie thotë është dashuri. Prej zemre të pastër, prej ndërgjegje të pastër dhe prej besimi pa hipokrizi. Dhe Pali thotë Timote, më lejo pak të përmbledh Biblën. Përfundimi i Biblës është dashuri. Është dashuria. Edhe sigurisht që foli Pali për ndërgjegje të pastër, për një besim jo të shtirur,
Nga ana tjetër, te letra e parë e Korintësve, kapitulli 13 dhe vargu 13 thotë, por tani mbeten besimi, shpresa, dashuria, këto të trija. Por më e madhja ndër to është dashuria, thot Pali. Pra, më e madhja ndër këto është dashuria. Te letra e 2 e Korintësve, kapitulli 5, ndoshta është vargu 14, mendoj që mund të jetë vargu 14, ku Pali thot, sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon. Nëse ka një motiv pse ne i shërbejmë Perëndisë, është pikërisht dashuria e Krishtit. Dashuria e Krishtit. Edhe ky është provimi i dashurisë. Tani, Gjoni quhet apostulli i dashurisë. Pse? Jo pa qëllim, teologët gjatë viteve, gjatë shekujve kanë menduar që dishepulli që mund të quhet me të vërtetë dishepulli i dashurisë është Gjoni. Pse? Sepse po të shqyrtoni, unë e kam parë me vëmendje për shembull, po të shikoni ungjit. Sa është përmendur fjala dashuri ndër ungjit? Tek Ungjilli sipas Mateut është përmendur 11 herë. Tek Ungjilli sipas Lukës është përmendur po 11 herë. Tek Ungjilli sipas Markut është përmendur 6 herë. Tek Ungjilli i Gjonit, e dini sa herë është përmendur? Më shumë se 40 herë. Shikojeni me vëmendje. Te letrat e Gjonit, letra e parë, letra e dytë, letra e tretë e apostullit Gjon, fjala dashuri është përmendur 32 herë. Më shumë se sa të tre ungjit, Marku, Luka edhe Mateu së bashku. Interesante. Me të vërtet, Gjoni të referohemi si apostulli i dashurisë. Tani te Gjoni 21 le ta shohim këtë histori. Jam i sigurt që shumica për ju jeni familiarizuar me këtë histori. Jezusi pas ringjalljes duke ngrënë mëngjes me dishepujt e tij, më njëherë pas këtij vakti, Jezusi i thot Pjetrit, shikoni me vëmendje. Pjetër, a më do ti mua më shumë se këta? No? Kështu, thash, mbani mend këtë. A më do ti mua më shumë se këta? Dhe Pjetri përgjigjet, Zot, ti e di se unë të dua. Jezusi e pyet për të dytë, Pjetër, a më do ti mua? Edhe Pjetri përgjigjet. Jezusi e pyet për të tretën herë, Pjetër, a më do ti mua? Për të tretën herë. Pjetri shqetësohet, pse Jezusi e pyeti për të tretën herë dhe i tha, shtoj diçka Pjetri, këtu thotë, Zot, ti di të gjitha. Ti e di që unë të dua. Interesante si përgjigjet. Dhe pyetja që kam është kjo. Ky test i Jezusit për Pjetrin, a mos ishte ndoshta për t'i dhënë atë mundësi që ai të ndreqej, për shkak sepse kishte mohuar Jezusin 3 herë? Sepse 3 herë pyet Jezusi, Pjetra, më do ti mua? Apo ishte një lloj provimi i mirëfillt për Pjetrin? A mos ndoshta Jezusi donte që ai të kishte këtë mundësi të rikthehej ose të ndreqte, le të them, atë që kishte bërë ndaj Jezusit? Edhe tani të kishte mundësi rikuperimi që të ndreqej, edhe ta riparonte atë që bëri? Po kjo është një përgjigje, po unë mendoj që ka më shumë se sa kaq. Ka më shumë se sa kaq. Është më shumë se sa kaq. Ka një qëllim edhe më të madh. Sigurisht që dikush që bie ka mundësi që të riparojë atë që ndodhi, edhe të kthehet, edhe kisha e Zotit duhet të jetë një vend i sigurt për ata njerëz që duan të kthehen, janë larguar nga Zoti ose nuk kanë qenë ashtu siç duhet për një farë kohe. Kisha është vend i sigurt, duhet të jetë që njerëzit të riparojnë, të ndreqen, të riparojnë atë që nuk ka shkuar, për atë që kishin bërë, për atë që kanë bërë. Po e di si është puna është se shpesh herë fjalët nuk kushtojnë shumë. Sidomos kur janë me shumicë. Edhe ky është një fakt. Për shembull, Pjetri kishte thënë disa fjalë shumë të forta. Jo, Jezus, kjo gjë nuk duhet të ndodhë me ty. Ju kujtohet? Kur ai qortoi Jezusin, që ai tha që dëgjoni se unë do të arrestohem edhe do të më përndjekin edhe do të më kryqëzojnë. Interesante. Edhe Pjetri tha, jo, tha, kjo nuk do të ndodhë ty. Apo një shprehje tjetër e Pjetrit, këta janë frikacak, unë po e perifrazoj pak. Këta janë si pulat lagura, unë nuk jam si ata. Për dishepujt. Apo Zot, unë do t'jem me ty deri në fund. Ju mund thoni, po mirë, nuk i kemi lexuar kështu fjalë për fjalë siç po na i thua ti këto. Ja le të shohim fjalë për fjalë siç është shprehur Pjetri. Tek Mateu 26, Pjetri duke u përgjigjur, i tha, edhe sikur të gjithë të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem kurrë. Ja pra, një shembull klasik i burrjes apo i kapadajllëkut të Pjetrit në këtë rast. Bravo Pjetër. Shikoni tek Gjoni, kapitulli 13 dhe vargu 37, Pjetri tha,
Edhe pikërisht tu ishte pas darkës Pashkës. Ky është konteksti kur Juda ngjeu atë kafshatën, apo jo, në çanak, interesante. Edhe Pietri tha, Zot, pse nuk të ndiq kam do tani? Unë do të lë jetën time për ty. Bravo, Pietr. Shumë mirë, 2. Edhe së pari thot, edhe sikur të gjithë të skandalizohen. Gjithë ta të skandalizohen. Unë nuk do të skandalizohem kur. Kjo ishte gjua e Pietrit kur vetëm pak orë më vonë, vëllezër motra, ne dim gjithë, vetëm pak orë më vonë. Dikur shkonte Pietri aty larg ndërkohë që ai po ndiqte skenën me Jezusin kur arrestuan. Edhe i tha, shikon, nga e folur aty dukesh që nuk je nga Jeruzalemi. A mos je ti një nga ata? E ka fjalën për dishepujt e Krishtit. Çfarë bëri Pietri? Si tha? Jo, tha, nuk jam unë, po më ngatron. Po më ngatron, tha Pietri, nuk jam unë. Edhe 3 herë ai e mohoi Zotin. Fjalët e tij shpesh mbeten, ose le të them fjalët për ne, mbeten shpeshherë vetëm fjalë dhe fjalët nuk janë prova e vërtetë. Shikoni tek Gjoni 21 si kopsitet kjo. Pasi hëngrën mëngjesin, këtu ku jemi pra, në kapitullin ton, Jezusi i tha Simon Pietrit, Simoni Jonas, a më do ti mua më shumë se këta? Interesante. Më shumë se këta. Kush janë këta? Peshqit? Dishepujt se me shoj është aty, s'po dëgjoj mirë. Kush? Dishepujt. Dishepujt janë. Edhe Jezusi shkoi te Pietri pasi kishin ngrënë i thot Pietra, a më do ti mua më shumë se këta të tjerët? Me fjalë tjera, a më do ti mua më shumë se sa ç'më duan këta? Ti më do më shumë apo këta më duan më shumë? Pietri e kuptoi mesazhin, e kapi mesazhin që ai kishte, sepse ai kishte thënë më përpara, edhe sikur të gjithë e kishte fjalën edhe për dishepujt, gjithë këta të skandalizohen, ja ku kemi vargun aty. Unë tha, nuk do të skandalizohem kur. Këta, dakord, këta mundet, unë, jo. Unë jo. Edhe Pietër, leta ndreqim pak situatën, tha Jezusi, a më do ti mua? Më shumë se këta. Më shumë se që më duan këta. Më do ti mua. Edhe Pietri, e dim se si u përgjigj me shumë përullësi. Madje aty në pasazh nuk i thot, po Zot, ti e di që unë të dua më shumë se këta. Kështu i thot Pietri? Jo, o Zot, ti e di. Ti e di. Zoti një zemrën, amen? Ti e di se unë të dua. Po nuk i thot tani. Edhe sikur ata mos duan, edhe sikur ata të skandalizohen, të gjithë, si që përmend aty, atëherë unë nuk do ta bëj një gjë të tillë. Tani, le të mos mendojmë që Pietri ishte një njeri i cili nuk e donte Zotin. Ta dini, edhe kur ndodhi momenti kur ata arrestuan Krishtin, ne njohim historinë, e dim historinë. Kështu që mos jeni të shpejtë që të filloni tani dhe të jepni Pietrit dajak me një herë. E dini pse e them këtë? Sepse kur Jezusin arrestuan, ishin 2 dishepuj që e ndoqën atë prej si largu. Kush ishin ata? Pietri dhe Gjoni. Ku ishin të tjerët? Ku ishin të tjerët? Le të jemi fair, të jemi të drejtë me Pietrin. Dakor, por edhe kjo është e vërtet, ama 3 herë Pietri e mohoi Krishtin. Biles pasi e mohoi herën e tretë, ai bëri be dhe mallkoi, thuhet, që nuk e njihte Krishtin. Por të treguar atyre që nuk ishte një besimtar i krishteri mirë, që ata të ishin çdo lloj dyshimi që ai kishte ndonjë lidhje me Jezusin. Interesante. 3 herë pyet Jezusi, Pietra, më do ti mua? Ti e di Zot që unë të dua. Dhe Pietri nuk i thot, unë të dua më shumë se këta. Asnjëherë nuk e shohim në përgjigjen e Pietrit. Dhe 3 herë, çfarë i thot Jezusi, cila është përgjigjja e Jezusit? Kulloti delet e mia. Njëri thot për qengjat. Pse? Besimtarët e rinj edhe ata të tjerët. Qengjat, delet janë një simboli i besimtarit në vathën e Perëndis. Kjo është metafora që ne po shohim sot. Edhe interesant. Pietri jo vetëm që pati mundësi që ta ndrejshte atë që kishte bërë, po besoj që ka diçka më shumë, është diçka më e thellë. Pietër, a më do ti mua? A e duam me të vërtet Jezusin? A e duam Jezusin
me të vërtetë. Dhe Pietri po testoi, ai kishte provimin e fundit para se Jezusi të largohej fizikisht nga kjo botë. Tani pashka ka ndodhur edhe për ne sot. Edhe kjo është pyetja. A e duam Jezusin me të vërtetë? Pyetja pas pashkës. A e duam Jezusin me të vërtetë? Edhe ne sot jemi përpara të njëjtit provime. Dhe prova finale e Pietrit para se Jezusi të largohej nuk ishte Pjetër, provoj një herë të ecësh mbi ujëra? Apo prova nuk ishte për shembull që Pjetër pa ushqejnë që këta mira njerëz ushqej pak me bukë dhe me peshë. Prova për Pjetër nuk ishte që Pjetër pa provo tani të presësh veshin e shërbëtorit kryepriftit, ashtu si kundër e kemi parë në historinë tonë, apo të bësh në një mrekulli përpara syve të mi. Po jo, prova për Pjetrin ishte Pjetër, a më do ti mua? A më do ti mua? Ishte prova e dashurisë. Dhe në rast se po, ushqej delet e mia. Interesante. Dhe kjo është prova e vërtetë. Tani mos më gjykoni, ju lutem, për titullin për pjesën e dytë ose për pikën e dytë kryesore, ku prova e dashurisë së vërtetë është të ushqejmë delet, sepse dikush mendon që të ushqesh delet është detyra e një predikuesi, një pastori. Jo, nuk është kështu. E dini kush ishte Pjetri? Pjetri ishte një peshkatar, edhe në Bibël thuhet ai ishte i parë si mor. Ju mund toni nga e diti këtë, e di, në Bibël na thuhet, e Veprat e Apostujve kapitulli 4 dhe vargu 13. Me njërë pas i thanë atë vargun e famshëm që ne përmendim shpesh herë Pjetri që tha dhe nuk ka asnjë emër në qiell, ë? Që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Këta që ishin Sinedri, edhe aty ishte Sinedri mbledhur, ku ishte Pjetri dhe Gjoni. Shikoni pak, ishin Pjetri dhe Gjoni, të dy këta. Edhe kur pan Pjetrin që fliste, edhe Gjonin, po Pjetri po fliste në atë rast. Këta e kuptuan që këta ishin të parë si muar, thuhet, në vargun 13, lexoni. Të parë si muar. Dhe u habitën në fakt. Dhe kuptuan që këta kishin qenë me Jezusin, thuhet aty. Wow! Tani, nuk thuhet aty, sepse ne dim nga ana historike që nuk është se Pjetri dhe Gjoni nuk dinin shkrim e këndim, ose ishin analfabetë, le ta kuptojmë këtë mirë. Patjetër që dinin të shkruanin, dinin të lexonin, nuk diskutohet. Po kur thuhet aty që ishin të parë si muar, në atë kohë të bëjë një shkollë teologjike ishte diçka shumë e çmuar. Edhe njerëzit që e bënin këtë gjë ishin ata që konsideroheshin të arsimuarit e kohës. Edhe të mendosh tani që Pjetri dhe Gjoni pa bërë një kolegj të tillë biblik, një shkollë biblike në atë kohë, ata flisnin në popull publikisht për gjëra shpirtërore. Prandaj ata u mrekulluan, u habitën farisejnë dhe skribët. Dhe kuptuan që ata kishin qenë me Jezusin. Edhe në rastin e Pjetrit, ai duhet të ushqente delet. Duhet të ushqente delet. Edhe Zoti na ka dhënë një mision apo që të bëjmë dishepuj. Edhe në rastin konkret do ta shohim kuptimin, por në rast se më do Pjetër, nuk më intereson sa i fortë, sa i fuqishëm je, nuk më intereson se çfarë mund të bësh ti, nuk më intereson se sa shërbime je përfshirë, apo se çfarë titulli apo pozite ke, apo se çfarë mendojnë njerëzit për ty. Pjetër, a më do ti mua? Në rast se ti më do mua, ushqej delet e mia. Kulloti delet e mia. Ju lutem, le të mos e humbasim mesazhin e pasazhit për sot. Është kaq i rëndësishëm. Jezusi i tha Pjetrit, kulloti delet e mia. A nuk është interesante që prova e dashurisë, edhe unë po vazhdoj me metaforën të pasazhit. Prandaj është kjo pika e dytë këtu. Prova e dashurisë e vërtetë është të ushqejmë delet. Kuptohet, sepse është në mënyrë figurative, është një metaforë. Tani, mendo pak, po ti jesh në shkollë, unë jam i sigurt, kam qenë vetë në shkollë, kam bërë letërsi, po pedagogu apo mësuesi, nëse ke bërë shkollë të lartë, shumë mirë, e di edhe më mirë këtë gjë, por nuk të lejon të ngatrosh metaforat. Nëse ngatron metaforat, atëherë të ul notën. Gjoni, po bën pikërisht të njëjtën gjë. Në 14 vargjet e para të kapitullit 21, që unë thjesht i thash pak si ndodhi, ai po flet për peshqit. Edhe ne dim që peshqit përfaqësojnë njerëz, apo jo? Ndërsa këtu, shikoni pak,
Ai po krahason njerëzit me delet. Është Jezusi duke folur në fakt, por Gjoni që është shkruar. Është duke krahasuar njerëzit me delet. Kulloti, delet e mia. Interesante. Kapja peshqve është një shëmbulltyrë e kujt? E ungjillizimit. Të ushqesh delet është një shëmbulltyrë e besimtarëve, por që bëjnë dishepuj, të bëjmë një shëmbulltyrë e bërjes së dishepujve. Prandaj Jezusi tha, shkoni dhe bëni dishepuj. Dhe kjo është puna jonë. Në fakt jemi peshkatar njerëzish dhe ti modelojmë ata si dishepujt të Krishtit. Ky është misioni që ne kemi si një kishë, në fakt, të bëjmë dishepujt Jezu Krishtit. Të bëjmë dishepujt Jezu Krishtit. Dhe fitojmë njerëz edhe bëjmë dishepujt Jezu Krishtit që shërbejnë si antar të përgjegjshëm të kishës lokale. Pra mësojnë në familjen e Perëndisë të rriten, mësojnë se çfarë është shërbimi, fillojnë të japin fryt, edhe kisha lokale shërben si një laborator që ata të rriten, të mësojnë, të praktikojnë, në mënyrë që pastaj të marrin pjesë në misionin e Perëndisë për botën. Edhe bota është çdo gjë jashtë kësaj salle, ose jashtë nesh. Nuk është bota vetëm në Turqi, apo në Amerikë, apo kudo gjetk, bota është kudo. Ne jemi misionarë të Krishtit në botë. Në familje, në punë, në shoqëri, me njerëzit e afërm. Edhe ky është misioni i kishës. Nga kemi nxjerr misionin? Nga Bibla. Është një përkthim praktik i Mateut 28 për realitetin tonë sot, për kishën biblike baptiste të Tiranës. Ka të bëjë me peshqit, ka të bëjë me delet, po përdor një gjuhën metaforike të pasazhit, siç është përdorur këtu. Ose ndryshe mund të themi kapim peshq dhe kujdesemi për delet. Shumë me bukur është, kaq e thjesht. Pra, në pjesën e parë të kapitullit, ne pam Jezusi u kujton dishepujve përgjegjësinë përfundimtare që të jenë peshkatar njerëzish, dhe tani provën e dashurisë, kujdesuni për delet e mia. Ju mund thoni, a mos po e tepron pak me këtë mënyrë të folur jo as pak? Gjoni kapitulli 10. Për çfarë flet Gjoni kapitulli 10? Për Jezusin si bariu i mirë. Çfarë bëri Jezusi aty? Çfarë tha Jezusi? Kam dele që duhet i fus në vath. Kam dele që duhet i fus në vath. Jezusi foli për nevojën e të ushqyerit për delet. Po. Tjetër, çfarë bën një bari i mirë? Jep jetën për delet. Edhe të gjitha këto Jezusi i bëri. Jezusi i bëri. Ne mund të thrasim, kthejmë kokën brapa, edhe të shikojmë historinë e kishës, se çfarë ka ndodhur gjatë historisë kishës, ku njerëzit janë torturuar për shkak të Krishtit, derisa janë masakruar. Edhe në kohën e sotme nuk e di se sa e dini, por edhe para disa javësh në Siri e keni ndjekur ngjarjet, nuk i thon emisionet e lajmeve, por të vrarë me mira besimtar, të torturuar, të masakruar në lindjen e mesme, në botën arabe. Shikoni ngjarjet se çfarë ndodh, jo vetëm ato çfarë na japin, na servirin emisionet informative që shikojmë këtu në televizion. Në vërtet shohim gjatë gjithë historisë, po edhe sot, njerëz që janë torturuar, janë masakruar, janë djegur të gjallë. Edhe kjo është e rëndë. Janë martirizuar edhe sot. T'japësh jetën për delet, edhe këtu unë duaj që të mendojmë pak më shumë. Nuk do të thotë vetëm të vdesësh për to, por do të thotë gjithashtu, vëre me vëmendje, të jetosh për to. Të jetosh për delet. Nuk do të thotë vetëm të vdesësh për to, por të jetosh. Sa për nesh do të dëshironim të jepnim jetën për delet, duke jetuar për to. Jo, sinqerisht, kjo është një pyetje e mirë, sepse ne jemi mësuar, ashtu si që jemi mësuar me rutinën tonë, por ose mund të përfshihem në këtë gjë për të bërë dishepuj, se kam shumë punë për të bërë, kam detyra familjare, tani po mendoj për karrierën time, po unë çdo të marr dal vrap nga liçeni, jam në këto 2 kurse që po ndjek, po kam për të çuar fëmijët atje, kam për të çuar fëmijët këtu, po unë shkoj në kinema 2 herë në javë,
tani po e teproj pak po me qëllim. O po tani që vjen edhe vera, unë as në kishë të dielën nuk vi dot, sepse njerëz shkojnë në plazh në Durrës, pastaj në pishina. Dakor, në base ti nuk i bën këto, disa për jush po. Unë nuk e di jetën tuaj personale, nuk ka rëndësi. Disa për këtyre gjërave ja vlen që të mësoni, nëse është për të mësuar dhe për të edukuar ashtu siç duhet dhe të përdorësh për veten tënde, patjetër që po. Por ajo që dua të them është kjo. Ne jetojmë në një botë sot që është egomaniake, do e quaj unë. Dikush më but do e quante egocentrike. Po. Po tani, në qoftë se bariu i mirë e jep jetën për delet, a do të dëshironim ne që të bëjmë dishepuj të Krishtit duke dhënë nga koha jonë për të kaluar kohë me dikë për ta ndihmuar që të rritet më shumë? A mund të dëshirojmë ne që të themi, Zot, unë dua të jetoj për të tjerët, për dishepujt. Unë dua të jetoj, jo për veten time. Jo, unë po e bëj shumë praktike situatën. Është për gjithë dhe për mua, për gjithë. A mundet që ne t'i themi Zotit, Zot, unë dua të jetoj për të tjerët? A mundem ta bëj një gjë të tillë? Ky është një bari. Edhe për të marrë pjesë në shërbimet, aktivitetet, qofshin dhe masive që bëjmë ne këtu, për shembull, me grupet e shërbimit, unë kam qenë shumë inkurajuar gjatë gjithë kësaj kohe për punën që është bërë dhe po bëhet. Me fëmijët, me të rinjt, brezin e ri, me studentët, pa diskutim, me grupin 25+, bijat e Sarës, burrat që takohen tani më shpesh, lavdi Zotit për këto mundësira. Kemi mundësira që të bëjmë më shumë për Zotin së bashku. Ka për të bërë punë këtu në shërbim? Absolutisht. As nuk diskutohet. Ndonjëherë ne quajmë humbje kohe këto, sepse jemi të fokusuar tek vetja jonë. Bëhen kalqeto këtu. Do kohësh mund kur vërtet kënaqesh nga ana fizike, kurse kompjuteri, programimi, Google Ads, kurse anglishte, egzami që është tani ka filluar, po përmend disa, dhe në aktualisht kohët e fundit, udhëtime që bëhen me qëllimin për të kaluar kohë së bashku, grupet e shërbimit, familjet biblike. Sa mirë. Të kapësh pesh dhe të ushqesh dele. Është e lodhshme, është e mundimshme, po kjo është jeta që kemi. Edhe unë do ta thosha më ndryshe, prova e dashurisë. E nuk është për të qeshur. Zoti na ka vënë në këtë mjedis këtu. Që ne të jemi njerëz që duam të shërbejmë atij, ashtu si Zoti i pëlqen. Dhe çështja vërtet ne dim nuk është tek aktivitetet në thelb apo jo. Po është të kapim pesh edhe të ushqejmë delet. Ka shumë njerëz rreth rrotullesh që kanë nevojë për Krishtin. Edhe çfarë po bëjmë ne? Çfarë duhet të lëmë ne? Mbase nuk i bën ato gjëra që unë thash që ja për shembull, ndoshta bën disa tjera edhe më shumë. Po për çfarë investojmë jetën? Apo e kalojmë ne provimin e dashurisë? Dhe së treti, mbarojmë me këtë. Mësojmë si të ushqejmë delet duke ndjekur Jezusin. Tani kjo është shumë interesante, unë me qëllim e lash pa e parë me vëmendje këtë pasazh që Jezusi i thot Pjetrit, i thot, por këto i tha duke treguar me ç'vdekje do ta përlëvdonte Perëndin. Dhe si i tha këto, i tha ndiqmë. Jezusi i tha, nëse duaj që ai të rri derisa të vi, për kë e ka fjalën këtu? Për Gjonin, apo jo? Ç'të duhet? Dhe i thot ti ndiqmë. Dhe ja thot 2 herë. A nuk jemi kështu ne? Zoti ka një mesazh për ne. Edhe ne themi, po ai tjetri, po ai pse s'po bën kështu, po ai çdo ndodh me të. Po ai tjetri, dhe shikojmë të tjerët, jemi bërë si gazetar, edhe çfarë bën ai, çfarë thot ai, etj. Dhe Jezusi thot, di si është puna, Pjetër, ç'të duhet ty? Nuk është puna jote. Pse fut hundë ti? Çfarë do ndodh me të tjerët? Ti ndiqmë. Ti shiko vullnetin tim në jetën tënde. Apo bën atë që duhet të bësh.
Jo, po tjetri, ndonjëherë ne edhe paragjykojmë tjetrin, po flisni me një vëlla para dje, po flisja unë. Edhe po thoshim që besimtarët janë kështu shpeshherë, që shikojnë jetën e tjetrit edhe paragjykojnë edhe pa e njohur se çfarë po bën ai në të vërtetë. Dhe kjo na ndodh, dhe kemi tendencën që të bëjmë thashë theme. Edhe pa ditur dy anët e historisë, dy anët e ngjarjes ose pa u interesuar se si është puna, qoftë për të lutur për tjetrin, jo për të bërë thashë theme. Po merremi me të tjerët, edhe nuk shikojmë veten tonë. Duam të kemi, le të them, të dukemi përpara të tjerëve, kur nuk merremi me rritjen e fëmijëve shpirtëror personalisht. Merremi me të tjerët, na pëlqen të flasim publikisht apo të merremi me shumë njerëz edhe nuk merremi të rrisim atë një që Zoti na ka dhënë. Kjo është tendenca njerëzore në përgjithësi. Jezusi i tha Pjetrit, ti ndiqmë. Si filloi Jezusi me dishepujt? Ju kujtohet Mateu 4:18-19, ka dikush aty në Biblën? Mateu 4:18-19. Mateu 4, vargu 18-19. Si filloi Jezusi me Pjetrin dhe me dishepujt? Nëse dikush e ka për shpejt. Po, ngrije zërin, të lutem. Kush e ka që i ka gjetur shpejt? Po fort. Marceli. Kështu e filloi Jezusi me Pjetrin, është kështu? Dhe me Andrean, vllain e tij, pastaj me bijtë e Zebedeut që ishin Jakobi dhe Gjoni. Edhe në fund, te Gjoni 21, kështu e mbyll Jezusi. Fillon më ndiq, edhe e mbyll me shprehjen më ndiq. Më ndiq. A nuk është manice thjesht ta mendosh? Ti më ndiq. Ti bëj atë që duhet të bësh ti. Bëj atë që duhet të bësh ti. Një dishepull nuk thot, unë tani do të bëj ç'të dua vetë. Ky nuk është një dishepull i Krishtit. Ky nuk është dishepullizim. Ja çfarë pret Zoti nga ne, nuk është fare komplikuar. Ai do që të jemi dishepujt e tij dhe të bëjmë dishepuj, duke provuar dashurinë e tij. Duke provuar dashurinë e tij. Edhe dishepullizimi në thelbe, dini çfarë është? Është ndjekje. Është ndjekje. Una bidem sa të bekuar jemi ne, që Zoti na ka dhënë një kopje të Biblës, të fjalës së tij. Edhe nuk marrim mundimin ta hapim dhe ta lexojmë. Ma habit fakti që kemi privilegjin që ne të mblidhemi në Kish në Tiranë, dhe jo të shkojmë 2-3 orë larg për të mbledhur në Kish. 4 ora, sa që kemi dëgjuar gjatë historisë Kishës që njerëzit udhtonin tërë ditën për të shkuar për të mbledhur me të tjerët. Edhe ne jemi në Tiranë, edhe besimtarët mblidhen me njëri tjetrin një herë në hënë. Sinqerisht habitëm. Habitëm se sa na ka bekuar Zoti me gjërat që ai na ka dhënë. Flasim pak troç tani. Edhe mërzitemi kur Zoti përmes rrethanave edhe jetës tu na kërkon diçka më shumë. Nëse mërzitesh me këtë predikim sot, sa mirë. Ky është qëllimi. Që ne të mërzitemi. Pse Zot? A mos ndoshta po dështojmë në provimin e dashurisë që ti po na bën? A mos po jetoj për vete? Base nuk po jap jetën për delet, por të paktën mund të jetoj për to. Mund të jetoj për to. Në mesazhi është i qartë. Efezianët 4, ai dha disa si apostujt, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë, të tjerë si barinjë mësues, dakor, Zoti i ka dhënë Kishës këto dhunti që janë njerëz për ndreqjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Të gjithë ne bashkëpunojmë që trupi i Krishtit të rritet, të ndërtohet. Të gjithë ne. Misioni është kapim peshq dhe të ushqejmë dele. Ky është i përkthyer në mënyrë metaforike misioni. Ka peshq dhe ushqe dele. Dakor? Sa e thjeshtë? Shumë e thjeshtë.
Gjuha që përdor Krishti aty nuk është fare e komplikuar. Qëllimi është të bëjmë dishepull. Për shembull, Pali përkundër le të them kohës ose le të them qëllimit, mënyrën se si jetonin njerëzit apo flisnin njerëzit në atë kohë. Ai u thot besimtarëve thot asnjë fjalë keqe të mos dal nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtim, ja ku e kemi, sipas nevojës që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Për çfarë kemi përdorur gojën këto 4 muaj, janar, shkurt, mars, prill. E kemi përdorur për t'i dhënë Zotit lavdi, me që jemi në vitin 2025. Kemi përdorur për ta ndërtuar tjetrin. A flasim ne për Jezusin apo e përdorim gojën vetëm për të sharë e për të murmuritur? Sidomos tani në kohën e zgjedhjeve. Për çfarë e përdorim gojën? Zot, pse e lejon këtë, pse e lejon atë, apo e kemi përdorur gojën për të ndërtuar të tjerët në hirin e Perëndisë? Shikoni te Gjoni 21 vargu 24. Ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që ka shkruar këto gjëra. Dhe ne dimë se dëshmia e tij është e vërtetë. Cila është dëshmia e Gjonit? Gjoni fliste për Jezusin. Ai dëshmonte për Jezusin. Ky është një mësim që mësojmë nga kjo gjë. Gjoni dëshmonte për askën tjetër, veçse për Jezusin. Ai ja vlen për të cilin ai ja vlen apo jo? Për cilin ne duhet të dëshmojmë. Po nga ana tjetër, dini çfarë mësoj unë nga kjo? Ky dishepull kishte një emër. Edhe ky ishte dishepulli i Jezusit. Cili ishte emri i këtij dishepulli? Gjon. Pyetja që kam është, cili është dishepulli yt? Ka emër? Njeriu tek i cili ti po investon jetën tënde? Kanë emra, dishepujt e tu. Tani, nuk dua të vë askënd në pozit këtu, sepse ndoshta Zoti do t'jap një këtë javë, ndoshta këtë muaj, ndoshta këtë vit. Lavdi atij. Por mësimi është të bëjmë dishepuj. Këta dishepuj janë njerëz konkret, që kanë emra. Lavdi Zotit për këtë mundësi. Shumë vite kanë kaluar në këtë kishë. Ne i kaluam 30 vite të shërbimit këtu. Dhe Zoti ka përdorur kishën. Kemi pas probleme në këtë kishë absolutisht. Ne rritemi përmes problemeve. Duhet kemi probleme. Njerëzit tonë ose keq se kemi probleme. Shiko anën e mirë, ti besor Zotit ta zgjidhësh atë problem, të rritesh. Po ne kemi këtë problem në këtë shërbim, kemi sa mirë. Ky është problemi për ty. Çfarë zgjidhje do të japësh? Ta kalosh si një i rritur, e të japësh zgjidhjen ti jesh pjesë e zgjidhjes. Që ai problem të zgjidhet. Mundesh? Kemi probleme këtu në kishë? Absolutisht. Doni t'ju japun më shumë se sa diti, t'ju tregoj unë, hajde, unë kam një listë. Pas shërbesës, mund të them më shumë probleme se sa diti këtu në kishë. Absolutisht. Nuk jemi të përsosur. Po kjo nuk do të thotë që të mos e duam njëri tjetrin, ta ndihmojmë tjetrin, të shikojmë vështirësinë, problemin, provën, edhe të japim dorën tonë. Si të ndërtojmë që të rritemi, ta kalojmë atë pjesë të provës, atë provë, atë vështirësi, atë problem që ne kemi. Absolutisht. Patjetër, Zoti na ka vënë këtu për këtë qëllim, që ne të marrim pjesë në veprën e ndërtimit, për përsosjen e shenjtorëve. Çfarë do të thotë që shenjtorët nuk janë të përsosur? Ne, besimtarët. Ka probleme, ashtu është. Sa mirë, sepse ne mund të mësojmë dhe të rritemi. Mund të ta them këtë? Hajde të mësojmë dhe të rritemi. Të ndihmojmë të zgjidhim këto probleme që kemi. Kjo është prova e dashurisë. Sepse dishepujt kanë nevojë të rriten, të ushqehen, të tregohet e vërteta që të rriten. Si rritemi ne? Duke thënë të vërtetën, apo jo, Efesianët 4, me dashuri. Absolutisht. Prandaj Zoti na përdor, sepse jemi një kishë pa përsosur.
që të rritemi, të punojmë për misionin e tij. Të fitojmë njerëz për Krishtin, të bëjmë dishepuj, të hapim kisha. Ky është misioni që Zoti na ka dhënë. Ky është misioni. Kapim peshq, të ushqejmë dele. Zoti i takon lavdi, amen? Zoti i takon lavdi. Tani, vargu i fundit, me cilin e hapëm pak e shumë nga fillimi këtë mesazh sot. Por qëllimi përfundimtar i kësaj porosie është dashuri. Shikoni se kjo është pika e fundit prej zemre të pastër, prej ndërgjegje të pastër dhe prej besimi pa hipokrizi. Përfundimi i kësaj porosie është dashuria. Dini kujt i drejtohet pali këtu? Kujt po i flet? Timoteu, apo jo, tham. Pastori kujt kishe ishte Timoteu? Kush e di? Efes, kishës në Efes. Ore, sa mirë e dim, ha? E dini çfarë i shkroi Jezusi kishës në Efes tek zbulesa, kapitulli 2? Dëgjoj, tha, ti e një kishë mirë? I tha kishës në Efes. Ti nuk i duron dot këshind. Ti vure në provë ata që thonë që janë apostëll dhe nuk janë dhe i gjetë gënjeshtar. Sa mirë, thot Jezusi. Ama, ke një gjë. Ke një gjë, i tha kishës në Efes. Cila është ajo gjë? Dashurin tënde të parë. E le. Dashurin tënde të parë e le. Kisha në Efes. Ata dështuan në çështjen e dashurisë, në provimin e dashurisë. Tjetër? A më do të mua? Po, unë të dua. Dakor. Prova e vërtetë është, a më do të mua? A më do të mua? S'ke harruar për kë jeton? Ushqem delet, kapim peshq, ushqem delet. Lavdi Zotit për Pashkën, për gjithë ju që jeni lutur, keni punuar për këtë gjë dhe keni ftuar njerëz, e theksojmë, po vërtet i doni, tregojnë që i doni ata, fakti që ju jepni një mundësi për ungjillin. Kapim peshq. Pashka një mundësi është, ne jemi çdo ditë me njerëz. Le të duam Jezusin, ashtu siç na deshja ai. Fusim delën në vath, Gjoni 10. Ti ushqejmë ato, Gjoni 10. Pase si japim jetën për delet, do me thënë, të japim jetën, por të jetojmë për to. Kjo është të japësh jetën gjithashtu. Në qoftë se shikon me vëmendje, analizon me vëmendje. A do të them të japim jetën për delet? Nuk e dim se çfarë do të ndodhë, çfarë mund të ndodhë në Shqipëri, në kohët që jetojmë. Por a mund të jetojmë për delet? A mund të jetojmë për to? Pali tha, dëshira ime është të jem me Zotin, tha, po për shkakun tuaj duhet të ri. A nuk e thot kështu apo? A mund të jetojmë ne për delet? A mund të jetojmë ne? Ju thash, mbase mesazhi i sotshëm ishte pak më i vështirë për ndonjërin, edhe jam i sigurt. Por detyra që kemi është ajo që Bibla na thot. Unë për vete mund të zgjedh gjëra edhe më të lehta për të predikuar, por jam këtu për këtë arsye. Për të thënë atë që Zoti t'i pëlqen. Edhe mund të mërzitemi, mund të mos na vi mirë, mund të themi, po ai tjetri çfarë bën, po ti vetë çfarë po bën. Dakor. Mirë është të njohësh njerëzit, por në thelb është ti çfarë po bën. Ti ndiq më, Pjetër, i tha Zoti Jezus Pjetrit. Le të ulim kokën gjithë. Qëllimi është të bëjmë dishepuj, duke përdorur çdo lloj mundësie që Zoti na jep. Nuk mund të shërbejmë dot apo të jemi efektiv pa e dashur Zotin më parë. A e duam Zotin?
Në rast se nuk do dikë, nuk mund t'i shërbesh dot me gëzim. Ta them edhe një herë? Në rast se nuk do dikë, nuk mund t'i shërbesh dot me gëzim. Të duash Jezusin do të thotë ta ndjekësh atë, ti jesh atje ku ai të drejton. Çdo marrëdhënie që ndërtohet mbi bazën e dashurisë për Jezusin. Të ndjekësh Krishtin do të thotë të bësh atë që ai do, pavarësisht nga pasojat. Marrim kryqin. Pavarësisht sa shtrenjtë mund na kushtoj. A e duam ne fjalën e Zotit, a e duam Jezusin, a e do Jezusin? Pali, po Pietri, me që po shohim për Pietrin, në letrat e tij përsëriti, dua t'ju kujtoj, sepse ai nuk ndaloi kurrë së kujdesuri për delet. Pse? Sepse e donte Jezusin. Do të duket, është prova e dashurisë, apo bën dishepuj, apo bën dishepuj ti. Kemi një sistem dishepullizimi në kishën tonë. Vërtet, mund të përfshihesh në këtë sistem, është i mirë. Ndihmon që të lidhemi me Zotin më shumë, me njëri tjetrin më shumë. Na thuaj sot pas shërbesës. Nëse do të pagëzohesh, sa mirë. Lavdi Zotit, je shpëtuar dhe dëshiron të pagëzohesh, lutem na thuaj, edhe mund të organizojmë një pagëzim. Në rast se Zoti ka dhënë njerëz ose je aty duke menduar se çfarë mund të bëj, a mundet ti themelosh ata në fjalën e Zotit? Kisha ka nevojë për njerëz të tillë. Si është dëshmia jote? Delet e tua kanë emra? Ndihmo dikë në udhëtimin e jetës për Krishtin. Fitojmë njerëz për t'i bërë dishepull. Ky është provimi i dashurisë. Nëse nuk e ke një, nuk po ndikon në familje me dëshminë që ke, a mund t'i lutesh Zotit, Zot, të lutem, më jep dikë që unë mund të investoj jetën time. Ndoshta ke fëmijët e tu, që e di mirë që nuk e investuar tek ata, dhe ata janë fryt. A mundet të kujdesesh për fëmijët e tu, për fëmijën tënd? A mundet me shembullin tënd, me urtësinë që Zoti të ka dhënë, mundet të kujdesesh? A mund të kujdesesh për njeriu që ke pranë? A mundet të kujdesesh? Ta ushqesh, ta ndërtosh për lavdinë e Perëndisë, ky është dishepullizimi. Mundesh. Qofse Zoti ka folur sot. Qofse edhe për të fituar dikë, për cilin ti po lutesh, edhe ende s'ke ndarur ngjillin me ata, mund të thuash Zoti, Zot, unë dua, më jep urtësi edhe mundësi Zot që ta bëj një gjë të tillë. Le të kalojmë pak kohë në heshtje, nëse Zoti ka folur, mund të thuash atij Zot, unë dua, të jem një dishepull për vete që të bëj dishepull. Le të kaloj secili për nesh kohë, secili me Zotin, edhe unë do të ta mbyll me një lutje. Po të faleminderit për fjalën tënde, për shembujt që na jep në Bibël, faleminderit për atë që ti bëre pas Pashkës, Zot. Faleminderit që mund të konsiderohet për mjaft njerëz si diçka e vështirë, por Zot është prova e dashurisë. Faleminderit Zot që e vërteta jote është e vërtetë, shpeshherë na qorton, shpeshherë na inkurajon, Zot, që të bëjmë atë që duhet. Nga ana tjetër, Zot, dëshiron, Zot, që ne të jetojmë për ty. Faleminderit sepse na jep shembullin e një bariu të mirë. Se si duhet sillemi, se si duhet jemi. Faleminderit për kishën tënde, o Zot. Pas Pashkës, ne e kuptojmë që ti je i gjallë. Je plot gjallëri, Zot, të mbushësh jetën tonë. Na drejto, Perëndi, që të bëjmë vullnetin tënd në këtë kishë. Në vendin ku ti na ke mbjellë. Duke shërbyer me besnikëri, Zot, ti shikon besnikërinë, shikon njerëzit që ty të duan. Faleminderit, Zot, për provën e dashurisë. Fitojmë njerëz për ty dhe të bëjmë dishepull. Faleminderit për misionin që na ke caktuar. Le të jemi ne, o Zot, ajo kishë ku ti gjen kënaqësi të veprosh përmes nesh. Zot, na përdor që ungjilli yt të përhapet
e të përhapet, fjala jote të rend. Dhe ne të jemi njerëz që ndërtojmë, edhim gur, ndërtimi në shtëpinë tënde, Zot. Gur të gjallë. Zot, na ndihmoj që të mos fokusohemi tek vetja jonë, duke qenë egoist, por duke qenë njerëz, Zot, që përfshihemi në misionin tënd, me vullnet të pastër, me zemër të sinqert, me një besim jo të shtirur, sepse përfundimi i porosisë është dashuria. Zot, na ndihmo të ecim për ty. Dikush që të lutë dhe të kërkoj, Zot, që t'i japësh dikë. Zot, ashtu si Ruthit, i dhe ato qëmtime, ti bekon besnikrin e bijve dhe bijave të tua. Zot, na përdor që të kemi fryt, dhe që frytit të qëndroj, dhe që t'japim fryt, Zot, si pas llojit, ashtu si ty të pëlqen. Zot, na ndihmo të duam ty. Faleminderit për provimin e dashurisë. Zot, nuk duam të dështojmë në këtë provim. Duam, Zot, që ta ruajmë, ta forcojmë, ta mbajmë atë dashuri të parë, që kur të njohëm ty personalisht. Zot, na zhvillo në këtë kish ku jemi, të rritemi në ty, të shërbejmë për ty, të japim për ty frytin që ty të pëlqen. Të duam, Zot Jezus, në emrin tënd të çmuar lutem.